Mirë se vini në emisionin tonë letrar me leni të jem fëmi. Sot do të flasim për një libër plot ndjesi e fantazi që flet për natyrën, stinën, lojën dhe botën e fëmijëve. Libri quhet Me lini të jem fëmi dhe autorja është Jetmira Tusha nga qyteti i Firit, Shqipëri. Ajo nuk është sot me ne, po poezitë e saj janë këtu. Ato flasin në vend të saj dhe ne do t'i dëgjojmë përmes zërave tuaj. Ju jeni lexues që do të na tregoni çfarë keni kuptuar, çfarë u ka pëlqyer dhe çfarë do t'i gjoni Xhaxhit Berat. Sot pra jemi në shkollën Motrat Çirjazi me 2 paralele, në klasën e 5 me mësuese Emine Shehun dhe në klasën e 3 me mësuese Albona Krasniqi Kastrati. Do të fillojmë me poezinë që mban titullin e librit dhe të emisionit ton televiziv, Me leni të jem fëmi. Kush nga ju do të na lexojë? Quhem Rana Ibrahimi, jam në klasën 5-3 të mësuesja Emine Shehu. Tani do të lexoj poezinë Më lini të jem fëmi. Më lini të jem fëmi, më lini të jem fëmi, që me zoç në qiell të fluturoj, se nesër bëhem gjahtar dhe mbi ta do të qëlloj. Më lini të jem fëmi, që me peshqit në det të notoj, se nesër bëhem peshkatar dhe rjeta mbi ta do të lëshoj. Më lini të jem fëmi, që me shokët në fusha të vrapoj, se nesër bëhem biznesmen dhe fodroma mbi të lëshoj. Më lini të jem fëmi, që kusho male të ëndëroj, se nesër bëhem inxhinier dhe nga themelet i rrëzoj. Më lini të jem fëmi, që ende parollat e lexoj, se nesër bëhem gjykatës dhe me të vërtet njerëzit lëndoj. Më lini të jem fëmi, që si dikur me shoqe të vallëzoj, se nesër bëhem argjimtar dhe ka mall që t'i takoj. Më lini të jem fëmi, që të jetoj në vendin tim, që nesër gjithë botës t'i tregoj, se nuk më blen më çdo çmim. Më lini të jem fëmi, dhe të rritem kur dua vet, që të ndërtoj botën që dua, ku për të gjithë shpresë do të ketë. Shumë bukur. Po, çka ndjeve kur e lexova këtë poezi? Kur e lexova, ndjeva liri, s'dua të rritem shpejt, dua të luaj e të jam vetvetja. Bukur shumë. Po, cilin nga varg u mbeti në mendje? Vargu, Më lini të jem fëmi, më duket si një luqe, por edhe si një thirrje nga ne fëmijët. Tani të dëgjojmë poezi, pema që do fustani. Kush po na lexon këtë poezi? Quhem Amara Irizi, jam në shkollën Motrat Çirjazi, klasa 3-2 tek mësuesja Albulena Kastrati. Sot do ta lexoj poezinë Pema që do fustan. Pema që do fustan, ja dhe vjeshta, shpejt na erdhi, gjithët po shtroi si qilim, o tha Pema e habitur, ku e kam unë fustanin tim, dhe nisi ajo të qaj sa o dëgjua thell në pyll, a than qoqet kjo Pema e risa në merak nena ka hyr, kur ja befas troke dimri, që nga larg tha të dëgjova, dhe të prura fustanin tim me të bardh të mbulova. Sa u gëzua Pema jon, shpejt atë e veshi, ja u thështe ajo shoqeve, këtë dimër për mua e qipi, por ajo shpejt na u grysh dhe e tëra ra në tokë, o bobo tha Pema jon, pa fustan unë beta prap, kur i tërë qili vezulloj dhe mbi shumë lule rane, kur e pa vetën ajo, ishte bërë prap me fustan. Si ky fustan ka që i bukur, unë s'kam veshur asnjëherë, faleminderit që më prure, i tha ajo, moj pranver, tani Pema jonë është rritur dhe nuk na bën më hatan, sa atë e veshin stinët nga çdo herë në një fustan. Bukur, faleminderit.
Si e imaginuat pëmën në këtë poezi? Unë e imaginova si një vajzë elegante që ndëron fustanën në çdo stinë, në vjeshtë të vesh petale, në dimër bore, në pranverë gjethe të reja. Çfarë mësohet nga kjo poezi? Mësova që ndryshim është e i bukur, edhe ne ndryshojmë, nuk duhet të kemi frikë. Faleminderit. Një poezi me mesazh të fortë është Bukuria pa dije s'ka vlerë. Kjo poezi na tregon historinë e një vajze që mendon se bukuria është më e rëndësishme se shkolla dhe mësimi. Ajo kujdeset shumë për pemën e saj, për pamjen e saj, por nuk dëshiron të hap libra dhe të mësoj gjëra që i duhen në jetë. Për këtë arsye, vajza ndeshet me shumë vështirësi, nuk di as gjeografinë dhe shiu, nuk di matematikë dhe nuk e kthen kusurin, nuk di biologji dhe trembët nga bleta dhe nuk mund të recitoj asnjë vjersh sepse nuk lexon letërsinë. Poezia na mëson se bukuria është e përkohshme dhe nuk mjafton për të përballuar me jetën. Ajo që na ndihmon vërtet është dia. Kur mësojmë, vemi me të aftë, me të pavarur dhe mund të arrijmë gjëra të mëdha. Mesazhi i poezisë është shumë i qartë. Shkolla dhe mësimi janë të domosdoshëm. Bukuria ka vlerë vetëm kur shoqërohet me diturinë. Kush nga ju ka përcjellur këtë poezi për ta lexuar? Të ndëgjoj? Unë quhem Erina Nigja, jam në klasën 5-3. Tash do të lexoj poezinë Bukuria pa dije s'ka vlerë. Bukuria pa dije s'ka vlerë. Kam një shoqe në pallat që në shkollë nuk do të shkoj. Përse thotë kur e bukur jam, na u dashka të mësoj dhe veç shihet në pasqyrë dhe çdo ditë rroba ti ndëron. Thotë e famshme unë do bëhem, por të shletoj librin haron. Një ditë doli nga shtëpia, kur një re qiellin e mbuloi, na u njom e lagetëra se gjeografin kurës e lexoj. Dhe kur mami shpesh e nis në dyqan që të blej bukë, ajo nuk ja kthen kusurin, në matematikë nuk i lodh trutë. Në krah një bletë i zukati, kur zgjati dorën e pickoi, o lele thiri, o mami, se biologjinë kurës e dëgjoj. Dhe kur shkolla bëri festë, e gjithë klasa recitoi, ajo nuk thotë dot asnjë vjershë, se letërsinë kurës e shfletoi. Prandaj, o Lona, i thanë shoqet, në jetë shkolla duhet bërë, se bukuria është vetëm cilësi që pa dije nuk ka vlerë. Faleminderit God. Autorja e këtij librit, Jetmira Tusha, jeton në Mërgim. Prandaj ajo nuk është sot këtu mesin ton. Dhe sigurisht ju nxënësit do të pyetni për shumë pyetje. Ka dikush ndonjë pyetje që unë do të përgjigjem në vend të Jetmirës? Urna. Cili është personazhi kryesor i poezisë? Si është sjellja e saj ndaj shkollës? Personazhi kryesor është një vajzë që ndërluam nga poezia, e cila është e bukur por nuk do të shkon në shkollë. Ajo nuk dëshiron të shkojë në shkollë dhe nuk i pëlqen të mësoj. A ka të drejtë? Jo. Tjetër? Hajde Orna. Çfarë beto vajza për bukurinë? Pse nuk i pëlqen të mësoj? Ajo mendon se mjafton të jetë e bukur dhe se bukurisë do t'i bëj, se bukuria do t'a bëj të famshme. Prandaj nuk shikon arsye pse të duhet të mësoj. Ajo ka besim në bukurinë e vetë shumë. Tjetër? Pse vajza ndeshen me probleme kur bie shi, kur shkon në dyqan ose kur e piskon bleta? Pa ajo nuk ka mësuar gjeografi, nuk ka mësuar biologji ku e mësojnë se kur piskon bleta është rrezikshme. Prandaj nuk di si të sillet
në këto situata dhe gabon. Tjetër? One? Çfarë kuptojmë ne përmes këtyre situatave? Çfarë i mungon vajzës? Kuptojmë që vajza si mungon dia. Pa dia ajo nuk mund të zgjidhë problemet e përditshme. Tjetër? Si reagojnë shoqet e saj? Çfarë këshilla i japin? Shoqët i thonë që në jetë duhet të bësh shkollë, të mësosh. Ato i tregojnë se bukuria nuk mjafton në këtë jetë. Bukuria është e përkohshme. Dikush tjetër? Cili është mesazhi kryesor i poezisë? Mesazhi është se bukuria ka vlerë vetëm kur shoqërohet me dituri. Pa dije, bukuria nuk të ndihmon në jetë. Tjetër kush? Se mendoni se dia është më e rëndësishme se bukuria? Mund të sillni ndonjë shembull nga jeta? Po, si jo, dia të ndihmon të zgjedhësh probleme, të marrësh mendime dhe të jesh i pavarur. Bukuria nuk të ndihmon në këto gjëra. Për shembull, të dish matematikën të ndihmon të llogaritësh parat, të dish biologji të ndihmon të mbrosh veten, të dish letërsi të bën të shprehesh më bukur. Tjetër? Si do të vepronit ju në vend të personazhit? Në vend të saj do të shkoja në shkollë, do të mësoja dhe do të përpiqesha të isha e ditur, sepse kjo të sjell më shumë sukses në jetë. Pra, dikush tjetër ka ndonjë pyetje? Hajde. Bukuria nuk mjafton. Nëse nuk mëson, nuk bën asgjë. Dia të shoqëron gjithë jetën. Shumë një kuptimi i mirë i kësaj përfundimi i një mesazhi të një poezie të autorës. Faleminderit shumë. Edhe pse autorja nuk është këtu, ne kemi disa pyetje edhe për të. Do të lexojmë një nga një dhe ju nxënësit do të mundoheni të më jepni përgjigje. Si ju lindi ideja e autorës për të shkruar këtë libër? Urnoti? Besoj se autorja e ka kujtuar fëmijërinë e saj dhe ka dashur të tregojë se sa e bukur është ajo kohë. Ajo nuk ka dashur të rritet. Pyetja tjetër. Cila poezi mendoni se është më e dashur për autorën? Më lini të jem fëmijë. Kush do të flasë tash? Hajde Orno. Po mendoj më lini të jem fëmijë sepse ajo është si zemra e librit, janë ëndrat e saj brenda. Shumë bukur. Pse natyra flet në poezinë e saj? Hajde Ornoti. Natyra është shoqja e fëmijëve, pemët, malet, deti, kafshët, ata nuk na gjykojnë, duhet i dëgjojmë. Po dikush tjetër do të mbet këtë përgjigje? Te bukuria pa dije s'ka vlerë. Çfarë ka dashur të thotë autorja? Bukuria humbet, dia nuk humbet, nëse nuk lexojmë dhe nuk mësojmë, nuk mund të bësh asgjë. Po tjetri do të më përgjigjet, çfarë mendoni për fëmijërinë sot? Fëmijët sot kanë telefona dhe nuk luajnë shumë. Ata duhet ta duan natyrën, librat dhe të kenë shok të vërtetë. Po ju e keni lexuar të gjithë librin? Po. Atëherës, tani kush nga ju do të më jep një përshtypje personale nga libri? Hajde Orno. Unë ndjeva si ku po flisja me natyrën, më vinte të shkojnë në mal ose në det dhe t'i pyes. Tjetri? Poezitë janë të thjeshta, nuk duhet i kuptosh të gjitha, vetëm gjenjen e tyre. Tjetri? Te poezia ti e drita e syve të mi mendova për mamin, më preku zemrën. Tjetri? Më pëlqeu që kafshët kanë karakter si kur të janë
Njeri me emër. Shumë bukur. Edhe dikush tjetër? Më lini të jem fëmi që të flasi me zoqt. Më lini të jem fëmi që të vrapoj në fusha. Më lini të jem fëmi që të mos kem frikë të ndërojmë. Më lini të jem fëmi që të mos më ndali në ndrat. Faleminderit. Unë po e them edhe disa fjalë për vlerësen përse lulet qelin në Mars. Kjo poezi në tregon ardhin e pranverës, e cila shfaqet si një qenie gjallë, e dashur dhe plot gëzim. Pranvera largohet nga dimri dhe sjell me vete ngrohtësi, dritë, jetë dhe bukuri. Ajo zgjon zogjët, shton rrjedhën e lumenjeve, hec ngricat nga xhethët dhe i fton lulet të hapin petalet. Në vargje, pranvera paraqitet si një mike e natyrës, ajo vallëzon në lëndina, pasqyrohet në liçen, sjell ngjyra dhe gjallëri në çdo cep të midisit. Çdo gjë rrethnes buqet, bari, malet, lulet dhe shpendët zgjohet edhe gëzohet me te. Pjesa e fundit e poezisë ka një mesazh shumë të bukur. Lulet qelin në Mars që fëmijët t'i mbledhin e t'i bëjnë buqet për mësuesën e tyre. Ky varg i jep poezisë një ndjenjë, mirësie, dashurie dhe mirënjohje për mësuesit, të cilët janë si pranvera për nxënësit, sjellin dritë, dituri dhe gëzim. Poezitë të mëson të duash natyrën, të vlerësosh shtinën dhe të falenderosh atë që të mësojnë e të rritin. Ajo përshkruan me fjalë të buta dhe me imazhe të ngrohta bukurinë e stinës së pranverës dhe lidhjen e saj në zemrat tona. Pra këto ishin ato mendimet e mia për këtë poezi. A ju pëlqyen juve? Po. Po kush nga ju e ka përzgjedhur të na lexojë këtë poezi? Hajde ta ndëgjojmë. Quhem Amara Manallari, jam në klasën 5-3 dhe sot do të lexoj poezinë përse lulet qelin në Mars. Ja, pranvera dimrin përsolli dhe fushave lajmin me lule u aqon, lumenjve ajo kudo i ashton vrullin dhe zosh të pyejve nga gjumi i zgjon. Ajo vështrimin ka hedhur në liçen dhe bukuria e saj kudo pasqyron. Ajo lëndinave po e nis vallen dhe malit nga larg haberin i aqon. Ajo bën vesën të shkri në gjethe me rezën e partë të mëngjesit plot dritë. Ajo i thot luleve, hapni petalet, se erdha nga larg kratë tuaj arrit, se për të kroj gurgullon në male dhe zosh në pyjet sërojnë, për të në fusha gjelbëron bari dhe dallëndyqet nisin të shegëtojnë. Me ty o pyll, sot dua të këndoj, me ju o zoqu në dua të fluturoj, me ty gjelbërimin gjithkun dua të rënd, me ju o lule anën bënë dua të qel, përse lule qeli në Mars, vetë pranvera e mban sekret, që ti këpucë veç dora jon, për ty mësuese ti bëj buqet. Faleminderit. Po, kush më tregon, kush është personazhi kryesor në këtë poezi? Personazhi kryesor është pranvera e paraqitur si një qenie e gjallë që sjell bukuri dhe jetë. Shumë bukur, faleminderit. Çfarë ndryshimesh sjell pranvera në natyrë? Ajo zgjon zoqtë, shton vrullin e lumenjeve, gjelbëron barin, shkrin vesën dhe i fton lulet t'i hapin petalet. Po kush më tregon si përshkruhet pranvera në lidhje me liçenin dhe lëndinat? Në liçen pasqyron bukurinë e saj, ndërsa lëndina fillon vollen, duke sjell gëzim dhe ngjyra. Po pse shkrihet vesa në mëngjes sipas poezisë? Sepse bjen rrezja e parë e mëngjesit plot dritë. Cilat gjallësa zgjojnë dhe gëzohen në ardhin e pranverës? Zogjtë cicërojnë në dallëndyqet, nisin rrugë
Rrugëtimit kroj gurgullon dhe bari gjelbëron. Shumë bukur. Çfarë dëshiron vetë pranvera të bëj në natyrë? Ajo dëshiron të këndoj me pyllin, të fluturoj me zësht, të vrapoj me gjelbërin dhe të qelë bashkë me lule. Çfarë sekret të vogël në banë pranvera? Sekreti është që lulet kur qelen në Mars, që fëmijët të mbledhen e të bëjnë një buqete për mësuesen. Po, cili është mesazhi kryesor i poezisë? Mesazhi është se pranvera sjell bukuri dhe gëzim në jetën tonë, edhe lulët që qelin janë një shenjë dashurie dhe mirënjohjeje ndaj mësuesit. Mesazhi i bukur apo? Po. Sot lexuam poezi. Folëm për natyrën, për ëndrat dhe për fëmijërinë. Libri Milenit e fëmijë na tregoi se shpirti i fëmijëve nuk duhet rritur me detyrime. Faleminderit fëmijë që ishit me ne. Faleminderit të gjithë që na ndoqët. Unë jam Berat Batiu, miru pafshim. Ky pra ishte misioni i sotëm me leni të jenë fëmijë. Miru takofshim në emisionet e tjera.